Më 2 shtator 1457, Skënderbeu, i fshehur dhe në pritje për muaj me radhë, dha urdhrin për ofensiv. Një sër sulmesh të vogla nisën të trazojnë patrullat osmane, ndërsa ushtria shqiptare përgatitej për goditjen vendimtare. Në mesditë, kur trupat osmane ishin në pushim, kampi i tyre u trondit nga një zhurmë e furishme. Mijëra vegla metalike krijonin përshtypjen e një armate të pafundme. Nga perëndimi, kalorësia shqiptare u vërsul me furi, ndërsa këmbësoria përparonte drejt zemrës së kampit. Osmanët, të zënë në befasi, humbën shpejt kontrollin. Hamza Kastrioti përpiqet të organizojë mbrojtjen, por Skënderbeu, duke njohur mirë lëvizjet e tij, dërgoi 2000 kalorësit e zgjedhur të gardës së tij për ta goditur drejt për drejt. Hamzai, i shtyrë në panik, nuk mundi të mbante linjat. Brenda 2 orësh, kampi osman ranë në duart e shqiptarëve. Ushtria osmane u shpartallua. Nga 15.000 deri në 30.000 të vrarë, mijëra të tjerë robër dhe gjithë pasuria e kampit u kap nga forcat shqiptare. Të mbijetuarit e tjerë u tërhoqën në drejtim të Tiranës dhe Elbasanit, duke lënë pas një nga disfatat më të rënda të perandorisë osmane në tokat shqiptare.